Rita nxjerr bisedën private me yllin në Instagram. Do ta doja një bashkëpunim. Rita Ora ka ndarë së fundmi me ndjekësit e saj një moment të veçantë komunikimi me artistin kosovar, Yll Limani, duke nxitur menjëherë spekulime për një bashkëpunim të ardhshëm mes tyre. Në një screenshot të publikuar në Instagram Story, këngëtarja me famë botërore ka zbuluar bisedën private që ka pasur me Yllin, pasi të dy janë bërë miq në Instagram. Menjëherë pas ndjekjes së njëri tjetrit, Ylli është ai që i ka shkruar i pari Rites: "Rita, e dua all natural." Rita i është përgjigjur menjëherë me fjalë të ngrohta: "Oh legjend, faleminderit, do të thot shumë për mua", e thënë nga një shok shqiptar. Pa humbur kohë, Ylli ka hedhur idenë e një bashkëpunimi. Bashkëpunim? Pyetje të cilës Rita i është përgjigjur pa hezitim: "Do ta doja këtë." Ky shkëmbim i shkurtër, por shumë domethënës, ka mjaftuar që fansat të shpërthejnë në komente. Teksa ideja e një bashkëpunimi mes dy prej emrave më të dashur shqiptar në muzikë po merr gjithnjë më shumë hovë. Duke qenë se Rita ka zgjedhur që këtë bisedë ta ndaj publikisht, ndjekësit po e shohin këtë si një sinjal të qartë se diçka po gatuhet në prapaskenë. Dhe mund të mos duhet të presim shumë gjatë për ta dëgjuar. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.